Atëherë po ne kemi ardhur tashmë në Skenderaj në shkollën teknike Anton Qetash, e cila është edhe qendra më e madhe e votimit në këtë komunë. Po për detaje më të hollësishme, unë pranë vetes kam edhe menaxherin e kësaj qendre, zotrin Agron Istokun. Atëherë ndërrum, a ka filluar çdo gjë me rregull, kanë mbërritur materialet me kohë? Po, përgatitjet janë vënë me kohë, qendra është hapë me kohë dhe deri në këto momente gjithçka është në rregull. Si po shihet fluksi i njerëzve? Ka interesim të qytetarëve që të vinë të shfrytëzojnë të drejtat e tyre të votës? Po, siç po shihet tani kanë dalë më shumë, mëngjesi ishte më pak, shumë më pak, ndërsa kanë filluar tani që dalin mos më shumë më madhe. Deri tani pa të rënë shumë duke prit. Shtash është një qetësi pak më e madhe, po mendoj që pas mëngjesit do të ketë si zakonisht fluks shumë të madh të qytetarëve. Apo kanë vështirësi qytetarët për me gjetë vetën në këtë qendër, për shkak që shpesh herë po orientohen edhe drejt tavolinës ndihmëse? Faktikisht në tavolinë ndihmëse kom qitë kështu se s'është ndonjëkush që e kanë orientuar po mënoj KQZ-ja, po që po japim ndihmë të her pas hershme aty që kanë nevojë, sidomos mërgatës që nuk po kanë shumë ide se kam më orientu. Për çdo paqartësi ne po ju dhon ndihmë dhe po ju orientojmë. Po ka si zakonisht ka raste që nuk e gjojnë veten në vend votime ku kanë votuar deri tani. Ndonjë mesazh për qytetarët, po duke pas parasysh që jemi në heqje zgjedhore pa përmendur ndonjë emër? Po mesazhun nuk më lejohet me hap, po veç do dalin le të votojnë edhe kushtet janë, koha është e mirë, gjithçka është në përputhje me kohën e që duhet. Edhe jasë dhe akur dhe të votojnë, edhe kjo është ideja. Faleminderit shumë për juve. Atëherë ne do të tentojmë edhe të marrim edhe një mendim nga qytetarët se si peshohen, se si po shkon në fakt votimi i tyre. Lut kështu kameramanin tem Diamantin që të vjen pas dhe të shikojmë nëse mund të marrim një qendrim të qytetarëve se si është duke i shkuar edhe procesi i tyre i votimit. Këto klasave që janë nuk pas ka ndonjë votues, shikojmë te klasa tjetër. Atëherë ndërrume, një pyetje, jeni duke prit në rand për me votu? Jeni duke prit në rand për me votu? Jo, votova, kriva. Votova. Si shkoi votimi? Mirë. A pati ndonjë problem? Ja. Faleminderit shumë për Asgjë. Atëherë ishim kështu nga kjo qendra më madhe në Skenderaj, siç njoftoi drejtori i fluks më të madh tashmë vetë se ka në këtë qendër, edhe shpesh herë po i ndalin edhe në ndihmë, sidomos mërgatës, me anë të një tavoline që kanë vendosur në mënyrë për të orientuar në rast se ata nuk e gjejnë veten në klasa. Kaq nga kjo linje, nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, atëherë kaloj linjen tek ju në studio.